Shko pa ditë me çkuan prokuroria. Unë veç një jam ka çuditë me këtë drejtësi. Me këta hetus, me këtë prokuror. Po gjithë ditën dolën te ka. Po vras. Thet vras. Ta shor nonën. Ta nxjerr armën. Edhe prokuroria hesht. Kush ta nxjerr armën? Pa morr parasysh. Po se kemi posë rastin, se kena posë edhe merri mirën edhe ajo kun me armë, thash mos po do me. I merri mirën e komunia aty në gjyqtokë të 3 kam. 3 kam me le. U armë as 7 vet. Ka përmend aty në emision diçka të tillë. Po ka përmend në emision, po ka gabu. Pse? Se mas pore thaj që çaboni sokon shek, po ata tjerë po. Po unë pe garantoj aty, na? Edhe publikut, që na shkajme i denun rose bloca dë, asë njën shek, kur që na ho. E vërtet, kremi të Mustaubi, të Miljajm Zeka. A ki diçka tjetër me thonë se na jemi mundu me stafin tënë me bindje, me sëmë, na ka thonë që është në Dubai. Unë s'kam që thonë mu, mani, na? Po e kem në përnë e ka që një, si gjithë bunaj, me vojsa për acitit të na, me zonë, a e ndëgjojmë bashkë? Po e ndëgjojmë. E regjia nëse më nësh? Sadre, lidhur me këto deklarime që jo vetëm Shabani, po dhe prokurorët e Kosovës e përzin portalin pa rrotlla edhe emisionin pa rrotlla. Në portal mund me shkru gjithkush, mund me shkru lloj gazetari. Unë kam përgjegjësi juridike, morale, njerëzore, politike vetëm për emisionin tim pa rrotlla. Në emisionin tim pa rrotlla kur njët as unë, as dikush tjetër nuk ka deklaru që Shaban Sylla ka qenë dëshmitar qoftë i msheft, qoftë zyrtarisht kundër dikujt në Hagë, ose kundër krerëve që po gjykohen në Hagë. Ka ndodhë ashtë huazu shkrimi në portalin pa rrotlla që ka morë një gazetar prej një portali tjetër edhe ka botuaja në mënyrë automatike ashtë heq edhe nuk figuran në asë një rrjet social. Dhe më thonë, kjo është e para, unë asë nuk kam akuzu, asë nuk akuzoj njerëz që janë dëshmitar pa e ditë 100% a janë, a nuk janë dëshmitar, kjo e para. Sa i përket familjes të Shabanit, unë Azem Syllen e një prej vitit 1979 deri sot që po flasim. Kam, do më thonë, grupet e para ndreni që i kam organizu, pastaj me ato grupe jemi lidhë të gjithë me Azem Syllen. Kam qenë me Azem Syllen, me Fatmir Krasniqin, dhëndërën tem, i cili është i burgosur politik që jetën në Suedi. Fatmiri ka qenë në të njëjtën celul me Emila Drovcin Zagreb dhe me doktor Hafer Shalën. Po flasë në bazë dokumentave dhe arkivave të cilat i ka marrë nga arkiva udhës në Zagreb dhe në Sloveni. Nuk folio me fjallë të këtyne qajtoreve e të patriotave të Facebookën. Do më thonë, kjo është e tëra që muj unë me thonë lidhur me Shabanin dhe unë në jetën time nuk e kam akuzu dikan sa i përket punës të luftës ose sa i përket lidhjeve me Serbi, sepse ka ndodhur plot budallale që në të kalumen po ndodhen edhe sot, që këta klësh të Serbis, zorra troshë Serbis, në kanë shumë qafë, po mundohen me bo vllavrasje, me shty njerëzit nërmje veti, me akuzu, do me thonë, qysh plot njerëz për fatin e keq, edhe në misionin tanë kanë akuzu pa kur farë faktesh, pa kur farë dëshmish. Sa i përket asoj vedos, e cila po qarkullon, që gjoja unë kam deklaru që kam dëshirë me po Hashim Thoqin 100 vjetë në burg, sepse aj e ka kriju gjykatën speciale. Në atë emision ka qenë prezent generali Daut Haradinaj, ka qenë edhe Nasim Haradinaj, unë kam thonë atë në Omar, dhe nuk kam dëshirë Hashim Thoqin me po asgjys ore në burg të gjykatës speciale, as Jakub Krasniqin, cilën e kom pos
profesorët, nga njerëzit më meritorë për lirinë e Kosovës, as Recep Selimi, i cili është hero i gjallë, as Kadri Veselin, nuk kam dëshirë me i pa të burgosur në një gjykatë që është kriju sipas receptit të Serbisë dhe të Rusisë. Kam thonë dhe po e thamë edhe njëherë, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe të tjerë, për mu janë herojt e gjallë të luftës. Sa i përket mbas luftës, kam pos plot kritika, edhe ata ndaj meje, edhe unë ndaj tyre, por ata për mu janë herojt të gjallë. Pasë Shaban, çka mendoni? Po, unë për ne kërkim folje. Në një farfur, më është kërkim folje, është vërtet. Më është kërkim folje, është nështë edhe mila ime me bo me të vlugë për të mirë të knaqë, me të vlugë për të keqë,